më të keqin masim jam unë. Drejtori i infrastrukturës Shumbin Kastrati gjatë mbledhjes së Komitetit për Komunitete ka prezantuar planin për ndërhyrjet infrastrukturore në lagjet ku jetojnë komunitetet. Ai ka theksuar se për vitin 2025 do të realizohen një numër i konsiderueshëm investimesh me synim për të përmirësuar kushtet e jetesës dhe sigurinë për banorët. Unë deshta mi potencu vetëm aty ku ka të koncentruar më shumë komunitet Roma, Shkali dhe Egjiptas, me qenë se shumicën e projekteve ka në shumicën e bashkësive lokale ka komunitet Roma, Shkali e Egjiptas që jetojnë në bashkësi lokale të saktuar besa dhe në fshatra. Unë kisha mi precizu që kena pas investime në Piskot, ku preket një pjesë e komunitetit, kena pas investime në Bërkoc, ku preket një pjesë e komunitetit, po aty jetojnë edhe komunitetet tjera. Kena me investu në Skirjan, ku preket një pjesë e komunitetit, kena me investu në Bec, po ashtu preket komuniteti. Mirë po në bugjetin e 2025 do të punohet në pothuajse të gjitha bashkësitë lokale, edhe në qytet, edhe në fshatra. Nga ana tjetër, Emra Cermjani nga Roma in Action tha se disa herë janë ngritur si çështje diskutimi problemet me trotuaret, por ende nuk ka asnjë zgjidhje. Unë e kam një çështje sa i përket Becit. A planifikohet edhe trotuaret prej lokacionit deri tek shkolla? Për arsye se disa herë kemi ngritur si çështje problematike për sigurinë e nxënësve dhe fëmijëve të cilët shkojnë nga lokacioni ku banojnë deri tek shkolla. Edhe a është i planifikuar kjo çështje në kuadër të planifikimeve të juaj, si dhe sa i përket investimeve në Bërkoc që është potencu, a përfshihet edhe lokacioni Shote Galica, e cila është kërku edhe nga banorët e lagjes, mirë po edhe shumë herë është bo edhe mediatike kjo problematik, sa i përket mungesës të paktën zhavorit në mënyrë që fëmijët mos shkojnë me baltë në shkollë. Për këtë problem përgjigje pati drejtori i infrastrukturës Shumbin Kastrati. Nëse kemi problem me pronë, devijimi gjys metra, bojmë se nuk bëhet kiameti. Kemi të qartë, bojmë tolerim, ngushtohet pakës. Po se nëse ka problemet mëdha pronësore të natyrës, se dim cilat janë natyra e problemeve, nuk kem mundësi mi bo. Se hinë në burg dikur, do të nuk guxon se është njësoj si mi bo në abort dikuj mi abo kubzat, ose trotuarin. Në takim u diskutua edhe për thirrjen për banim social nga Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale. Nga këtu u tha se do të ketë bashkëpunim në të ardhmen për të ofruar zgjidhje për problemet që shqetësojnë këto komunitete.